Kjo është një rrezik, një alarm, dhe ne flasim për alarmin o të nderuar vëllezër besimtar, flasim për alarmin kuranor për të treguar se çfarë Allahu i ka bërë një popullit, dhe Allahu është ai që ka qenë. Allahu nuk i ka ndryshuar qëndrimet. Allahu nuk është bërë tolerant ndaj asaj që ka qenë jo tolerant kur ka dënuar dikën tjetër. Kjo do t'i atribohej si padrejsi të madhit Zot xhalla xhelaluhu, nëse ai do të vepronte me dikën ndryshe e me dikën tjetër ndryshe. Ne njerëzit jemi ata që ndryshojmë, dhe ne mund të jemi më të butë në një periudhë kohore e më të ashpër në një periudhë tjetër kohore. Ne mund të jemi më rigoroz e pastaj më liberal. Ne mund të jemi pastaj edhe respektues të ligjit e me vonë shkencë të ligjit. Jemi njerëz. Ne besojmë dhe devijojmë. Ne devijojmë dhe besojmë. Pra mund të ndryshojmë andej e këndej. Ama Allahu xhalla xhelaluhu këto asnjëra nuk i takon atij. Ne flejmë, kotemi, atë nuk i kap as kotja, as gjumi. Pra nuk kemi të bëjmë me një qenje e cila është sikur ne, e që të thuhet se ai tashmë ka qasje ndryshe, ai qasjen e ka të njëjtë. Dhe këto ngjarje kur përmenden në Kur'an, pikërisht përmenden për të treguar se ku është rreziku dhe rrezikshmëria nga veprime të këtilla që janë të pamatura për njerëzimin në përgjithësi.